Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po rikthehemi prapë në takimet tona të ditëve të tjera pas pauzës së Ramazanit dhe një pjesë edhe të Shevalit. Është ky takim dashur vëllezër me një prej tregimeve më interesante, por edhe me shumë dobi dhe mësime që ka ndodhur në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, një ngjarje zakonisht interesante, mirë, po me shumë mësime dhe porosi të cilat besimtarët duhet me nxjerr, por edhe me i praktiku pastaj. Kemi kalu një pjesë të këtij rrëfimit të dashur vëllezër, pra duke shfletuar rrëfimin e Kabit dhe duke nxjerr porositë ose mësimet që dalin nga kjo ngjarje. Sot jemi në një pjesë interesante. Këtë rrëfim, pra, sikurse kam thënë disa herë dhe tani, rrëfim vetë Kabi. Djali i tij, pastaj djali i tij, dhe kështu është transmetuar dashur vëllezër brez pas brezi. Pra është origjinal për i gojës e tij. Ai ka treguar mos fillimisht mos pjesëmarrjen e tij në luftën e Tebukut dhe pastaj e ka rrëfyer krejt ngjarjen pas kthimit të profetit alayhi salatu wassalam për ballën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mosat cilat i mori profeti alayhi salatu wassalam karshi këtyre tre sahabive të nderuar, cilët e thanë të drejtën dhe të vërtetën që nuk ishin arsye që nuk morën pjesë në betejën e Tebukut. Për ta tre profeti alayhi salatu wassalam, ju tha hecni, rrini, pritni derisa Allah subhanahu wa taala të gjykoj me rastin juaj. Pra, nuk është e lehtë dashur vëllezër besimtar që besimtari i cili pretendon se don Allahun azza wa jalla dhe dërguarin e tij dhe me refuzu pastaj urdhrin e profetit alayhi salatu wassalam ose Allah subhanahu wa taala. Kjo për kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në kohën e sahabëve ishte rënd, ishte vështirë. Madje kjo ishte cilësia e munafikave. Kurse sahabëve të nderuar të drejtë nuk ishte lehtë për ata, madje nuk trajtohej lehtë edhe prej profetit sallallahu alaihi wasallam që besimtari me lehtësi me refuzu urdhrin e Allahut dhe pejgamberit e tij, qysh dënaj me vepru, kur dënaj me ndëgju, kur nuk e përshtatet edhe mos me ndëgju. Kjo nuk ishte në atë dashur vëllezër. Andaj kanë mbetë dhe janë gjenerata që nuk do të përsëriten asnjëherë. Sahabët e profetit alayhi salatu wassalam. Kështu që pas prej gjëra më të bukura që besimtari, ose prej lëmive më të mira që besimtari merret me to në gjatë jetës së tij, është mësimi i historisë së profetit sallallahu alaihi wasallam rrjedhimisht të sahabëve, sepse historia e sahabëve dhe tregimet e tyre lidhen një mas të madhe me ngjarjen e profetit alayhi salatu wassalam. Vazhdon Kabi radhiyallahu ta'ala anhu, pasi se profeti alayhi salatu wassalam e kishte shpall një mas interesante, ndoshta për herë të parë që po aplikohej në këtë mënyrë ndaj disa prej shokëve të tij. Ajo ishte bojkoti. Profeti sallallahu bani thirrje dhe ju tha të gjithëve në Medinë që këta tre persona duhet me i bojkotu. Duhet me i bë hijret. Derisa Allahu të tregon se çish me vepru me ta. Deri atëherë duhet me i bojkotu. Kem të drejtë na me pas raporte të mira me ta kur këta e kanë refuzuar profetin e sallallahu alaihi urdhën e tij. Pa arsye. Vallahi dashur vëllezër, është një ders i madh për neve. Është një mësim i madh për neve që pretendojmë se dojmë pejgamberin alayhi salatu wassalam. E dojmë atë kur na kanë vënë. E punojmë që është nga përshtatet neve, jo vëllezër të dashur. Besimtari duhet me qenë
besimtar edhe në xhami, edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në pushim, gjithkund. E jo, mashallah, musliman i mirë në qaube, sigurisht se po. Po në pushim, po në darsëm, po në shqitplerje, po në biznes, cili, kushi. E kjo nuk ka ndodhë në shoqërinë e Profetit selam të sahabëve. Nuk ka ndodhur ashtu. Andaj një veprim i tillë u pasi jashtëzakonisht mëkat i madh dhe Profeti selam e mori këtë masë, e cila sigurisht se i kishte pasojë të mëdha për ta tre në veçantë, por jo vetëm për ta tre. Po krejt shoqëria ashtu krejt banorët e Medinës ishin në farforme në ankth dhe mërzi padyshim për këtë ngjarje mirë, po të gjithë aplikonin mënyrën më interesante urdhën e Profetit alayhi salatu wassalam. Andaj thot Kabe radiallahu ta'ala anhu, kjo është pjesa që të vazhdojmë sot, derisa thot filloi të më vështirësohet, po rritet bojkoti, del shkon xhami su flet kërkush, del në qytet su flet kërkush, shkoj shan treg su flet kërkush. U falsha e këni ndëgjuë, se këni harun dhe është atë dersin para këti, u falsha ofër pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe japsha selam, dhe këqyrsha në drejt në goj, ape levit buz në ma këthy selamin, s'mësha me dita ma këthy selamin e ja. Po shumë dhe zërë kjo fej, për ata atëherë ka pas bereqet, sepse është apliku që ka dash Profeti, se jo që ka dash, por që ka urdhëru Allahu azza wa jall përmes shpalljes. Kurse sot na mos e mam, po edhe pastaj me përzi, me mendime, me ideologji, me lloj miksit e. Shkojsha me mi thot, nuk mojsha me ditë japsha selam. S'mojsha me kuptu ai lëvizti, se jo me zohe që heq me ndëgju, mirë po, s'mujsha me kuptu buz të i levizi bilen veti me ma këthy selamin. E ke ishte ronë dashë më zërë. Ke ishte ronë për sahabët, pejgamberi selam mos më fol, ishte dënim veti kjo. Deri sa thot më vështërsu gjendja, situata, dhe një ditë të shkoa të shoku më i ngushtë që kisha në Medinë. Edhe ishte edhe djali i hoxhës tim. Shkova dhe hypa zidin, e kalova zidin, subhanallah, murin. La ilaha illallah. Tasawwartu hatta tasawwartu jidara halet Abi Qatada. Deri sa shkova një ditë dhe hypa ngjita për murin dhe hina në borën e Abu Qatades. Thot ai ishte njëri prej shokë më të mirë për mua dhe njëzë më të dashur në Medinë. Dhe ishte djali i hoxhës, edhe akrabo, po edhe jara, edhe dost, edhe shok. Edhe ka dosh tash me shku që ato bile që tash të shoh situatën që është. E kalova murin, hypa dhe hina thotë dhe i dhash selam, fa selamtu alejhi, i dhash selam, selamu alaikum, fa wallahi, ma radda alejhi selam, pasha Allah, thas ma këthej selam. Që një më mene? Që kjo është që shtoj ka eduku pejgamberi selam, jo vllazë dashur. Ti flet xhamatit sot dush, kjo është haram, kjo është po jo, mëre pos. Rregull jena e vazhdojnë e agjendën e vet, të sahabët nuk ka kështu. E ka kalu murin, se ka po kërkush, veç ai dhe shoku i tij, njëri më i dashur, djali i hoxhës ti. Fa wallahi ma radda alayhi salam, pasha Allahu nuk ma kthej selamin. Ja përsërita prap, fa selamtu alayhi thaniyan, i dhash edhe një herë selam, nuk ma kthej selamin. I dhash edhe një herë selam, nuk ma kthej prap selamin 3 herë, subhanallah. Kështu dhe dashur ishte edukuar, ose i kishte edukuar Profeti selam shokët e tij. Është çështja serioze.
Bën me fol kërkosh, nuk bëjmë me fol kërkosh. Sa thirrja sot bëhet me i bojkotu disa produkteve të armiqve muslimanëve. Sa thirrja bëhet. Sa po gjejnë përgjigje mesin e besimtarëve. Dhe ato janë produktet, shumica janë produktet luksit. Produktet luksit. O vllazën, që ky produkt ti përmes si ti produkti duke e ble po i ndihmon amikut ton, qoftë neve këto, qoftë aty në atje, kundër besimtarëve. Dhe përmes çati fitime, se përmes një pjesë se jo krejt, po bëhet shkak, po vriten besimtarët dhe zeton, apo ndikon, s'pa ndikon. Thot nuk më kthej selamin. Fekulti ja Aba Qatada. I thash, o Abu Qatada, po të betohem në Allahun. Zënë vazër, kur e ka besimtari për një me, e dy fajnë të vetja ti, edhe nëse besimtarët e mirë, një hoqë i mirë, një dietar i madh, dhe besimtarët të mirë, po e shet që po të largohen, vallaj beri vete ma, se nuk ka shaj e mirë. Mos fillo me akuzu me dhënë, hajtë se këta janë, jo, di se ti nuk i ki punë të mirë. Nëse besimtarët e mirë, po thëmë, sinqer, po të largojnë, s'po kanë qefë me nejtë me ty, di se kjo është shaj që nuk është situatë të mirë. Ta kanë qenë jashtëzakonisht që thot i thash, o Abu Qatada, hel ta'lamuni yuhibbu Allaha wa rasulahu. Tha po të betohem në Allahun, a e du Allahun a pejgamberin edhe pejgamberin e tij. Çka po jamën pra është, a mos po mendojnë sahabët a është thy që kjo bindje që tash a kriju që kjo bindje në mesin e medinelive muslimanëve që ky person nuk e don Allahun dhe dërguarin e tij dhe kjo ishte rënd. Po të betohem, a duhen Allahun, çka ta më mend aty tash, me çet veprim, çysh po më bëni jo, çka ta më mend tash, kështë tash, këto ishte frika tash vëllazër. Ky sikur po thot Kabe, kërret këto tjera po i bëj ball. Që më keni bëj haxher, që më keni bojkotu, këtë po i bëj ball. Por është diçka dhe më e rëndë se kjo. Nëse unë kam humb dashnin Allah dhe të dëguarit ti, a thua vallë që ka të bëj me iman pastaj. A du Allah dhe dëguarin e ti, subhanallah. Çka i ka thonë, feseket. Tha së më foli. Së më thej përgjigje. I thash pra, ju betova pash Allahun, a duhen Allahun dhe dërguarin e ti. Feseket, heshti. Tha ju betova dhe njëherë. A duhen Allahun dhe dërguarin e ti, duke i bo bejt. Ja ka këthy një përgjigje, e cila është interesante. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Zoti dhe dërguari i tij. Thot Kabe, fa fadat aynayya, thot dalin lot. Ama çështja është serioze. Radhen lot, po të vëlejtu hatta të sëruar të gjidar, u këtheva, e kalova murin, hypa murin dhe ica. Shmezër Shekhia i Allah e rujt këtë djetarë që ne i kemi për bazë libin e ti, kanë zirë disa mësime dhe përësi nga që kjo pjesë, është zakonisht të rëndësishme. E parë dhe shumë dhe zërë është kur ju vështërsu Kabit, situata, vi këtë duke ju rënu, sa i vështirë ka pas të fillimit, mirë për kur ju rënu edhe me tepër. Shkojte ai person cilin e dante shumë, e kishte shok, e kishte të afërt, po kishte dante shumë, më shumë të përmesën e sahabëve. Për me kaj dert, e të qeku, njëri kur ka në breng, e lyp dikon me kaj dertin, me qa halin, por e në cërë një epë një përësi interesante. Të nëse kine i halë me qa,
Qajet tek ai cili ta lehtëson, jo te ai që ta vështirëson. Sepse ka një herë, ndoshta shkon të dikush me kajt një derë dhe i bjen pishman që shkove. Ta bën ndoshta edhe më të rënd atë të lashë që e ki. Mirë, po në parë ndoshta të zërë, njeriu ka nevojë ndonjë breng, ndonjë të lashë me rrethy, me dikun, ama jo me gjithka. Ky po ka thënë që në këtë person e ku ndosh shumë. Nuk i mos ja beso, mos ja thuaj gjithë se cilit të sot e lashë që e ki, mos ja thuaj. Ani pse është në xhami, ani pse folet me ty, mos ja thuaj. Mos ja rrefe këtë, sepse nuk e din dikush çka ndodh nesër. Nuk e din. Kjo po ndodh në jetën e përditshme. Dalin sekretet pa nevojshme, qoftë merren në familje, qoftë edhe nëse kene të lash, mos u qenë me gjithë mos ja tërgo gjithë vëna. Përveç dikuna që mendon se vërtet ka me ta lehtësu. Ka një doshë të zërë rrëfimi, veç rrëfimi biseda është një farlej qëllirimi, njërin në farlej qëllirimi. Disa hoxhallar cilët merren me trajtimin e problemeve sociale, thot ndodh ka njerë, ose thot ka ndodh disa herë, ka për shembull gruaja për mua anku për sjelljen jo të mirë të burrit. Edhe thot, e kom lënë me fol. Ka fol, kështu. Një 2 orë, tha, u qëriu, që tha, po më do këtha më kalaj. S'ka me atë burë, aja është i mirë, aja është anisi me njëherë. Ka njëherë ka njëri nevoj më rrëfy, me qitë një farlej, një famërzije që e ka, po gjeje personin e duhur. Dikush edhe mundon vetën jashtë mosë duke i mojtë disa probleme ndërshta në vetën e ti. Dhe është mirë që besimtari me shku me në konsultu që ta mërmenja për mu me qështu. Aja mirë aja. Këpë e thati, që ta mërmenja ty, a e besaj ona, a e du, jo e besaj, a e du në Allah në të kun të ajo. Ka njerë nevoj besimtari që të pyte mi abon në i dosti ti, në qështu për veproj, që ta mërmenja ajo mirë ajo. Nëse ki për një me këtë rrugë, nëse ki për një me qëndru në këtë rrugë, nëse ki veç një bo veti qefin, vazhda qështu. Po nëse ki për një me, dhe është që ki probleme seriozën ndoshta, edhe në rrugë të Allahut azza wa jalla, atëherë është mirë që me shku dikon. Jo me shku me marrë okej, me fri, po me shku pak, më konsultuar dosti jam. Unë kam këtë lashe, a është mirë që kja jo. E mos me menu që i e mashallah, sikur sahabe. Nështë ta punën se ki mirë, nështë ta sjelljen se ki mirë, nështë ta namazin se ki në rregull, nështë. Dhe të ndërruar dhe zërë, një mësebja zakonisht i madh për kësaj ngjarje, ose kësaj pjese është përkundër që ishin vetëm këta 2, Kabi me Ebu Qatatën, dhe nuk po i sheh askush, dhe nuk është askush, madje është dasht me kalu murin, me hy, dhe edhe pse kishte shok shumë të madh, e dos shumë të madh, e djallë agje, nuk ndikoi për me thy urdhërin. Sepse ata dinin që nuk e din se Allahu ishe të gjitha. Për dinja dhe për adhurimeve të zemrës më të mëdha, më të rëndësishme, në veçanti në ditët e sotit, është el-muraqabe, është ndjenja e vëzhgimit Allahut. Me pas parasysh se Allahu pa të sheh. Nuk ka vepër më të madhe që ndihmon mbrojtësat se sa këndjen.
Nga se mundësia për të rënë në haram sot është jashtëzakonisht e madhe, madje kur njeriu është vetëm, subhanallahu, përmes telefonit, përmes internetit, përmes nëse nuk ekziston kjo ndjenjë dashur vëllezër, besimtari është në rrezik. E dini hadithin që thot profeti alayhi salatu wasalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 persona Allah do t'i fut në hijen e arshit ti, ditën që nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Ka thënë dietarët 7 këta e kanë një emërus të përbashkët. 7, nëse i nolëm imami drejt, ai që kur të fton ndonjë grua e bukur ja kthen shpinën, dhe kanë frikë Allahun. Ai që jap me dorën e djathtë dhe nuk e merr vesh dora e majt. Ai që zemrën e ka të lidhur me xhami. E kështu me radhë, emërusi i përbashkët dietarët e këtyre 7 personave është që kjo adhurim i zemrës, ose që kjo vepër e zemrës, el-muraqaba, vërgimi. Gjithë kam pasë dërosë Allah subhanahu wa ta'ala ishe. Në dashur vëllezër, sa më e fuqishme që është në zemrën e besimtarit, kjo vepër ose kjo adhurim, aq më shumë ruhet besimtari dhe i rengati detyrave. Dhe sa më zbehet që është, aq më shumë besimtari mundet me rënë në mëkate. Allahu na rujt ya rabbel alamin. Dhe këtë dashur vëllezër, që ka ardhur si rezultati i edukatës që ka bërë profeti alayhis salam. Edukatës që ka bërë profeti alayhis salam. E dini në kohën e Omerit atë rastin kur Omeri po del natën në Medinë, po e vëzhgon gjendjen dhe po ndëgjon një bisedë duke kaluar pranë shtëpive, dhe shtëpiat kanë qenë të thjeshta. Ka qenë lehtë, s'ka pas as tyra, as dritar, as ka pas izolim, as është ndëgju zonë edhe jashtë. Shumë normale. Edhe natë, edhe Omeri ka hecë pak si qëllim shumë ka shku duke vëzhgu, mos jo me qëllim me posë shka pëbohat mrena në shtëpi, me ndëgju, jo, po mos ka dikosh në një breng, në një telash. Ili kur rinë natën qut, atë kohë ka qenë për nej problem, ose kush ka falë mazate. Si do që të ashtë dhe në gjënat bisedin mes vajzës dhe nënës e ti, e cila i thot, vajzës e ti qka i thot, duke përgadit qumshtin për me qitë në treg në mëngjes, e nëna e shkret nga fukar Allahu i madh që kam pas me fitu pak ma shumë, po në njërë jo të leqme për të doj bia jem bja që kësë në ka pak uj, pak që është e pak uj edhe mu shumë. E Omeri, e vojse që këtë oj nëmë, thët, nuk bëthët se Omeri e din që ka po thirrjen hytve. Omeri ka po thirrjen hytve. Deri këtu është marë, ose ka folë Omeri, edhe qëto, jo me po korupcionin dhe vjedhë shtetin me miliona, jo pas qumshtin mos me përzi me uj. Edhe për to ju ka folë Omeri. Të to i bia im Omeri nuk në shë. Aja voj se ri, të to i non Omeri nuk në shë, mirë për në shë kush, zotë i Omerit. Po dhozë dashër. Nuk ka ndjenë më të madhe që unë besimtarin nga harami, se sa kjo ndjenja që Allah subhanahu wa ta'ala në vëzhën dhe në shë. Ndë boj dashër, kish parasysh, qdo herë, Allah në rrutja në folë e Rabbil Alamin. Qdo herë, ku shkan mendja me folë diçka, ku shkan mendja me hapë diçka, nështë në telefon, në rrugë të ashtë jemi duke shku ka vera, dhe dini që ka bëhët në vendin tonë fatkeqësisht. Zhveshje e tërshme. Nuk ka diçka që ka rumë besimtarin se sa takvallahu ndjenja që Allah subhanahu wa ta'ala
na sheh. Kur e dish që Allahu të sheh, dhe sinqerisht, nuk mundesh pastaj kur të nish në zonën dhe mos më përgjigj. Nuk mundesh asnjëherë mos më qelibin Allahu, nuk mundesh asnjëherë mos më mbet natën ndjen marrë. Kur nuk e ke këtë ndjen si duhet atëherë besimtari sigurisht se ka ma thelet me ronë në mëkate. Tretë dashur të zërë, ndërrimi, shkelja parimeve, ndryshimi si pasojë e presionit të shoqënisë, të familjes, të rrethit, të mediave, të kohës, është cilësi e njerëzve të bashkëkohur. Sot thot po nesër del ju. Sot mashallah namazli nesër e sheh. Ndryshon. Sahabët nuk e kanë pas këto. Kabi përkundër presionit të madh që e kishte, nuk e shtyti ky presion që Kabi me thy fjalën e drejtë që e tha s'kom pas arsye, e lutëm vllazin Allahu, dhe në fillim atë i than familja, po pse s'ja bën atë sikur sa ata të tjerët? Edhe me dal prej këtij problemi, mos qysh me dal. Me dal me gënjeshtër. Çashtu i than familja, vllazin Allahu. Ta s'ka ndodhur kur kjo në mesin tonë, familjen tonë. Pse s'veprohet sikur se të tjerë, me thonë ja Rasulullah kom pas arsye, kështë thonë në rregull, djena selam aleikum, Allahu ta falte edhe vepro. Pse s'ja bën ashtu? Ja, nuk ndikoj presioni, bojkoti pastaj. Që Kabi me shku me thonë ja Rasulullah, kom pas një arsye, po ka ardhur morë me ta thonë. Jo, po bën sabe. Nëse të vazë pak një presion mja bolë, si parë të shë, haram dhe një sëtë kër e shëneset, i pas ka po Allah. Ja, hoqë i darja. Ata në mërë bas i darja është dorë të Allah të zëvëgjë. Nuk është i darja në banka, as nuk është i darja në kredit, as nuk është në haram, as nuk është i darja në birë, në raki, as nuk është gjumos, nuk është i darja. Ja, pse s'pe më shelë, po vjetë mishteria bashkët e. Pse po shet pijet ndaluar për lypin vëllë? Jo Allah. Pse po poston këto me marë qashtë pëdën publiku? Thashtë pikrisht ky personi, autori këtij libri, Shehja Jallohi Darabani, është në Medinë me profesorë më të mirë që kemi pas. Një vizitë që po të bëmë një hoqë të madh të Kosovës, por që e ka kryer në Medinë, një prej herave, shku me vizitu në shtëpi, dhe po e diskutojmë, ose po e pysim shehu lidhur me qëtë presionin e publikut, xhamat e kanë help bën presion. Edhe hoxhat disa ose dikush për Allah kanë help mos më aprish shefin xhamatit, ndoshta thot kjo hoxha, thot presioni i publikut sot është më i vështirë se sa presioni i shtetit. Ma përpara ka pas presion në shtetit, ka po dhe sot bërë. Po sot njerëz, ose disa prej hoxhallarë, së mund një bojnë ndoshta presion xhamatit, s'po mund një bojnë balë. Që bjen kjo, pëdojnë qështu, që kjo bjen presion. Qka pëdën publiku, qka pëdën populli. Edhe që ato duke ja bo ndërshta dhe qefin nga njëherë, Allahu në rrugja Rabbil Alamin. Thashë dhe zë përdorimi masës se hexrit, do të më bo me kujdes. Ky bojkoti, ky bojkoti që ka përdor profeti sallallahu, është ilaç, s'ka dyshim, dhe është legjitim, s'ka dyshim. Por do të më ditë, nuk përdoret qashtu, kjo do të me recetë nuk përdoret, është të pasë. Nuk përdoret pashkute me të dhonë hoxha recetin qysh me vepru qështu. Si kënë barnatore, ku shkesh me marrë një barë, sa herë i thosh shkru ma i të regon,
Po jo për me qenë qash i perfekt, sepse je bindur që ashtu duhet me vepru, i thosh kruma që të se mos pëharoj, subhanallah, sa mirë rinë gati, aspirinit e ati tjetërit. Kurse këtyne ilaçeve hyjnore, se cili i përdojët si pas qefit ti. Se cili e ban i drejt kanë zdohet me bo, e ban hezër, kanë zdohet me bo hezër. E ban hezër një hoqë më të mirin, e ban hezër në shtatë gjematin pa arsye. Kurse ka raportet mira me mëkatar, me gjunahqar, dhe në rinë, ndërsa me musliman s'flet. Pse e thëtë të hakun bo hezër? Për hirë të Allahut. Kurse atë qafirin atje? Allah në rujtë. Këta duhet me përdor me mos pastaj. Dhe jo me gjithkon. E kam thona më heret. E kam potencu shekjët në liber, nuk duhet me leqit, tash me përkthyn në gjuhën popullore, i vjen me leqit. Duhet me leqit dikon në ato momente kur je i sigur që leqitja i bën hajra tina. Dikon me leqita e vetë qef ko. Me leqit laziloku e vetë shlirohet. Thot, alhamdulillah, as po vin, as pjo shkaj, o knoqa. Për shembull. Jo, leqitja, kënë do të me leqit ose me bëhezër, atë person që e dënë familje, dënë lazilokun, e dënë gjemotin, që kur të leqit, për ato është që kur se mazi se me vëro. Edhe i kthejet, dhe jo bërë së në ripa juve, që ato do të me leqit në njërë që mu përmisu. Nëse me ndonë që hezëri nuk e përmison, për kundër azimunet mu kesh përdorë, dhe a i halo, dhe është ta me qudhë në Allah të zëzëra, atëherë do të me posë kujdes. Pastaj kja mundet me shkaktu dhe probleme. Do me shkaktu dhe probleme. E sahabi, Kabi ka qenë sahabi ndëruar, jo e sahabi thjesht, prej sahabive të dalluar, dhe çka i ka bërë të më në hecëri, çfarë presioni e ka bërë soqe, ka thonë, a thua vallë, unë e dua Allah dhe dërguar e ti. Dhe ishte po ka arritë hecëri. Është moshë, ja zakonisht efektive, po mundet me qenë edhe nëse përdoret pa kujdes mundet me pos pasoja pastaj tek besimtari. Nështë një besimtar një vëlla për një gabim që e ka bo. E bojnë e hezër e leqitëm, nështë nesër as në xhamis vjen. Tasha bojnë e hajnë, a bojnë e shërë. A e ka bojnë i të mitë, ose është e bojnë një gjëna. Duhet me apliku këtë mos, aqë sa mendojna që ka dobi. Nëse mendojna që aplikimi i soj, mundet me shkaktu pasoja dhe matë më dha atëherë nuk e përdorë mish. është nëzër një porosi gati në fund që kanë nxjerrë shekhi një mësim jashtëzakonisht i madh, shumë i madh, që na duhet edhe neve me apliku me në familjen veçanti, por jo edhe në familje, kanë herë ndoshta edhe me në shok, me në i. Thot Kabi, e kam kalu murin, të shoku i dashtëm, të e që më ka dasht dhe e ku më dasht shumë, mas krejt asojna që ka nga ka ndodhë neve në Medine, krejt kjo nuk më dikoj që ati kushtimisht ashtë, thojza, po thëmë jazbut zemrën. A i binke që sahabët s'kam po zemrën buta, ja, Allah ka thonë ata janë mëshirshëm me zeti, dhe janë të ashper me kënë. Me amikën, Allah ka dëshmon Kur'an, nëse me ndojnë ndryshë ne përgënishtojnë në Kur'anin. Jo, Allah zemrën, ata kam po zemrën buta, ka qenë veç për në të të mirë, po kështë të është pyetja është süneti, është fjala e pejgamberit, apo në Allah. Pro krejt kjo nuk ka ndiku që ati mi azbut zemrën e me thy urdrin. Neve ka në herë në rogë dhe mshuria, dhimet djali me që për sabat, dhimet vojza me thonë që të shamin se halo e ri, po ko qef. Dhe të knoqët të nejdi, dhimet, a din që është të varam, e din që po vlenë në sabat dhimet, mos ja prish i gjumën, e gjysore ma vonë për me shku në shkollë, shkane me zërë që, për sabat dhimet. Kjo dhimet është gabim. Kjo dhimet është gabim. Ose dhimet mos me ja prish. Blema që to, fëmija s'din. Blema që to, nuk din. Ose boma që to, plecëja kështë më rrallë. Kjo dhe më shërida është lëzër që shpesher përdoret pa vend, ka pasoja pasaj. Edhe mshuria që e kanë pas sahabët për një tjetërin nuk kanë ndiku që ata me thy urdhrin e Allah.
Kjo është mësimi mesazhi. Nuk kanë diku. E don fit dikonin, edhe të kam shok këtë komik, po në këtu ku ka raki sulna. Ja, ecë. Çeto ku ka çështë unë s'hi. Çeto e ki doj, e ki jaran të kathir ndorsëm, mirë po e dorsëm, Allah. As diskotekas, prej muzike, prej veshës, që ndoshta kanë shku atë grot, s'po flas nga realiteti. Ose tash jemi ka fundi i vitit shkollor dhe janë ato mbrëmjet e maturës. Allahu na rujt ya Rabbul Alamin. Pasha Allahun kam kalu vjet para një sallë ku ishte organizuar një takim i semi maturës. Semi matura është e këtyre të shkollës fillore, klasën e 9. Pasha Allahun lazëm marrë veke me kalu. E përëm të shkreti këshim ru vajzat të veshura ekstrem keq. Edhe pëdërzon edhe me kërët mirë, mashallah. Pëdërzon ato edhe kalëf shmirë bia ime. Edhe ma keq në mbrëmjet e maturës shkollave të mesme. Edhe mshuria ka njerë që ka prindi për fëmijën, i vimet me aprish qefin. E kjo është dërsi madhë, shumë i madhë. Nga kjo rast që dhe mshuria në një tjetër nuk duhet me ndiku që na me të urdhat e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të përrejt i ti. Nuk duhet është të zërë. E dojna babën, nonën, fëmijët e vladin, tajën, migjen, gjematit e dojna mirë, po nëse është në pyetje urdhri e Allahut, atëherë nuk ka të dhe mshuri. Po du me vendosë shanim, por s'pëdën baba, s'pëdën nona, nëse një djale në të të thashtë në syre që tash, tha jem feju me një vojze, ka vendosë shanim. Alhamdulillah, halo para se martu, alhamdulillah. Por prind, vjerin që ka rogë sikleti. Dhe i janë tha namazli, e fali namazin. Shama ti të paska ndëru Allah. Ti të paska ndëru Allah. Ty dhe atë vajzi, paska ndëru Allah, sa më qëllë. Nuk ka kompromis këtu. Kompromisi vetëm të është me bashkëbisedu me prind, mënyrën më të mirë. A binden, as binden, se ki obligim edhe me i bind, a mu mundu po, se në ashtë as binden, që duhet që shtu. Qka me botash? Me thonë, heqe shamin në runa zët, ose me lën kret. Dhe këtu të shpëzër dhe mëshuria nuk duhet, nuk ka vend. Allahu ju shpërbleft i vëdëroft, faleminderit për amendën, në bëllë e Allah.